Policia ka zbardhur 2 rastje të shkatrimit të pronës me zjarr në Vlorë, ndërsa janë identifikuar dhe shpallur në kërkim 2 autorët. Sipas policisë, bëhet fjalë për shtetasit Francesco Isufaj, 27 vjeç, dhe Izom Shehaj, 34 vjeç. Nga hetimet është zbuluar se 27 vjeçari ka rezultuar autori djegjes së 2 automjeteve të parkuara në lagjen Pavarësia në Vlorë. Ngjarja ndodhur më 2 mars. Ai ka vënë flakën një automjeti tip Benz në pronësi të shtetasit IA, 63 vjeç, dhe një BMW në pronësi të shtetasit ER, 68 vjeç, duke shkaktuar dëme materiale. Ndërsa 34 vjeçari dyshohet të jetë autori i ngjarjes së ndodhur më datë 3 mars, në orët e para të mëngjesit, në lagjen Isa Boletini. Ky shtetas dyshohet se ka djegur me zjarr një dyqan në pronësi të shtetasit PR. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë, për veprën penale shkatrimi pronës me zjarr.